Mirëmëngjes, ju përshëndes dhe ju ftoj të na ndiqni në programin e sotëm të Reze Dielli, ku përveç recetave të shijshme, të shpejta edhe të gjitha të menduara për ju anvisa, do të kemi një zonjë e cila nuk është e lehtë ta përkufizosh, ajo është shkrimtare, poete, piktore, studiuese, por mbi të gjitha një shpirt i lirë. Vjen në studion ton për herë të parë për të rrëfyer për artin e saj, sepse është një artiste shumë dimensionale, por mbi të gjitha për jetën e bukur plot ngjyra, si një art më vete. Kjo është Mimoza Ahmeti. Her poetike, her filozofike, por mbi të gjitha një grua me një shpirt të lirë për të dhënë mesazhe të bukura në studion ton për fenomene të ndryshme, mbi të gjitha për atë që e bën njeriu dhe grua në të vërtetë të ndihet e lirë, e pavarur dhe e plotësuar, e mbi të gjitha vetvetja. Kjo e fundit është gjithmonë shumë e vështirë për t'u arritur, por me Mimoza Ahmetin do ta shtrojmë bisedën në mënyrë të tillë që të kuptojmë diçka më tepër rreth poezisë së saj dhe asaj çka sjell përmes artit që bën. Menjëherë do të shkojmë, do të zhvendosemi tani në kuzhinë për të nisur me recetat. Ju përshëndesim nga kuzhina, mirëmëngjes, mirë se të gjeta me produktet gati. Qa do gatuajmë sot? Sa receta kemi dhe... Tre receta kemi. Tre, të shkoj 4 humbët dhe vëmendja. Do në timi 3 dhe të sigurta, por faktikisht është një gatim që quhet bujurdi. Ne mund ta them edhe me perime, në tigan, po bujurdia faktikisht që është një ushqim i ardhur nga turku, dhe po ta thuash akoma dhe më sakt, është aziatik, sepse Turqia kur u krijua shtet, kishte kuzhinën, kulturën nga Azia. Gjë që kështu unë e thash dhe zanafillën, se më pëlqen të them dhe këtë zanafillën. Më tërheq pak. Lind një recet, ka dhe një histori. Patjetër ka dhe historikun e vet. Dhe unë do ta kthej, siç është individuale, kjo për mua, dhe kjo në tigan është për të gjithë. Dakor? Bukur fort. Bukur. Dashuria nis nga vetja dhe për ushqimin nis nga vetja. Dashuria kalon nga stomaku dhe normalisht, që se nuk duam veten, nuk duam askënd. Tani prandaj ke ndarë dhe në dy tasa. Një për veten, një për të gjithë. Bukur fort. Me energji të mirë sot për veten. Atëherë, ç'a duhet tani për? Si fillim, mua më duhet të shtoj vajin. Dhe kur themi tek vaj, e kam thënë që studimet e fundit kanë thënë që më i dur është vaj i lulediellit. As vaj i ullirit, të gjitha janë të dura, s'u diskutohet, por më i duri është vaj i lulediellit. E kalojmë këtë temë sepse nuk më përket mua, pak fare më përket, por jo shumë. Kam qepët, kam specat e kuqe, kam domatet, normalisht kam disa ullin sepse japi një super shije dhe ne e dim shumë mirë. Që ulliri me djathë në shkon jashtë mase. Kur themi bujurdi, ne do themi dhe djathë të bardhë. Bujurdi pa djathë të bardhë nuk ka. Patjetër që nuk mungojnë as erzat, e them të erzat, edhe të bimët aromatike. Me lezet. Shtoj qepët. Tek qepët unë dë shtoj erzat. Bëra mix. Ja, të bëra mix. Çfarë kam tek erzat mix? Kam piperin e kuq, paprikën ndryshe, hudhër, krip, piper, turmerik. Kam vendosur të gjitha këto erza që të më japin një shije të veçantë. Që kosa që fillon, patjetër që kam edhe keri. E kam thënë vazhdimisht që keri është mix i disa erzave. Kemi me 7, kemi dhe me 12. Normalisht ka brenda dhe baharna. Baharnat janë masia me madhe se kokra e piperit. Normalisht është e zhveshur nga lëvozhga, sikurse është e veshur me lëvozhg. Atëherë unë filloj dhe merrem me qepën, dhe teksa merrem tek qepa, kam specat e kuq. Specat e kuq i kam prerë në një masi mesatare. As e vogël e as e madhe, më jenuse na musqare. Osa të desha dhe të dua, moje mira. Po bëj tamam, këndohet tamam, jo gjys poezi, gjys këngë. Kur më dole në sokak, aman. Ta mbajnë dhe andej. Do të shtoj specat. Po. Pra, morën këtë ngjyrën e këndshme.
Kanë aromën e dur dhe aromën më të dur e jep keri dhe hudhra. O, pi largoj të dyja këto. Nuk kam shtuar vaj, më pak se e dura kam shtuar. Do thoni ju përse? Sepse janë pak me krip dhe në fund fare unë, bravo, heq pakës ujë këtu. Sigurisht që ato ku konservohen kanë sasinë e kripës, janë dhe të mbushura, sasinë e vaj gjithashtu, por e veçanta dhe ajo që i lidh të gjitha këto produkte është një emër prestigjos në tregun italian, sjell në Shqipëri nga Teuta dhe që quhet Ponti, me cilin ne kemi shijuar receta shumë të mira përmes uthullës së pontit, uthullës së mollës, acetot balsamike, ullinëve, paketime të tjera, kaperin edhe shumë e shumë produkte të tjera në kavanoza, të ambalazhuara me shumë kujdes edhe një ambalazhim cilësor që i bën produktin të jetë i freskët dhe mbi të gjitha, brenda të gjitha standardeve të kërkuara të ushqimit. Ushqimi qëndro kucet e kaperit. Edhe kapri me hapata avashta. Është ai kavanozi vogël apo kemi hapur një tjetër? E marr edhe vi. Mund t'ja shtojmë brenda. Ja shtojmë sepse jep një shijesh të veçantë. Ja, të kokrat e vogla, kaper një lugës turshi të konservuara, dhe tani duke shtuar ullin, duke shtuar dhe kaperin, ne do të pakësojmë sasinë e kripës që t'i shtojmë bujurdis, kësaj mezeje të ngroht me speca, me djath, me erza të shumta, që shijon familjarisht duke shoqëruar një program, një ndeshje, ku duan çfarë mund t'i shoqëroj familjet tona, çfarë ndiqni më së shumti, me një meze të tillë. Pastaj, për të shoqëruar mezen, mund të keni sallata të tjera shoqëruese në tavolinë. Mos themun atë pijen e preferuar të shqiptarëve. Kush është? Po kush është? Po kanë çik raki nevojë mezja, në çik pak birr, duan verë. Pra vera shëntëron shpirtin, kurse rakia shëntëron mendjen, më duket. Mendjen edhe shijen. Me shije është dhe kjo. Çfarë do të shenjtërosh, aty orientohesh edhe. Mirë është që ti je kështu siç je, se je i pastër, s'ke nevojë të shenjtërohesh. Atëherë shtoj tomatet. Do i vëmë dhe kapak, unë besoj që të zbuten. Këto, domatet, faktikisht nuk duan të shëllind. Gruposha dhe zonja që ne na ndjekin, besoj ju duhet një recetë e tillë për bashkëshortët, kur ju vjen dikush në shtëpi që do t'i përgatisësh një meze të shpejtë, ne ju sjellim, ju sugjerojmë bujurdin, këtë meze të ngrohtë, siç e tham, me speca, domate, ullin, djath, pak qep dhe erza, për cilën tani, ja, do t'i shtojmë edhe djathin në fund të thërmuar ose të prerë në kubik. Recetet që mund të përfundoj ose në tigan, ose në një tavë kështu individuale, të që bëjmë tavat e dheut, përgesat. Atëherë, laj pak duart. Mund të apresim siç është kubikun e djathit, ose do ta thërmojmë. Siç ja thërmojmë dhe turlis, për shembull. Ja. E duke qenë se tani në këto momente që ne shohim plot ngjyra, shijet janë goxha të forta, prej ullinëve, specave, erzave, gjithashtu qepës. Të gjithë këtë shije të fortë do ta freskoj zbuz padyshim edhe majdanozi, koperi që do t'i shtojmë në fund fare, me një aromë shumë të mirë. Përse nuk vendosa dorezat? Sepse djathi qëndron te dorezat, ngjit. Dhe nuk është e kënd shtëpi nuk vendosim doreza për të thërmuar djathtin. I lë të tillë me pakës fare. Ujë majdanozi dhe koperi. Ujë na bimët.
aromatike. I vë kapakun. Dhe pres. E mos harroni që kur t'i merrni bimët aromatike tani që janë me shumicë dhe janë të freskëta, janë të sezonit, që tregojnë edhe ngjyrën përkatëse që janë kështu jeshile me shumë klorofil. Mos harroni që këto bimë pasi t'i lani mirë me sodë, për shkak të pesticideve të ndryshme, për shkak të dherave që mund të kenë marrë nga toka, edhe varet se toka mund të jetë e kontaminuar, çdo perim duhet larë patjetër me sodë. Dhe pasi e kemi larë shpëlarë mirë, i vendosim kështu në gotë, siç vepron Albana në gatimin ton, duke i lënë të qëndrojë në një gotë apo një kavanos më të madh. Ju përveç se i përdorni gjethet në gatime të ndryshme, po ashtu përdorni edhe ujin, mos harroni ta konsumoni se është shumë i shëndetshëm. Edhe një hidratus shumë i mirë. Kur është i larë mirë, normalisht ju e konsumoni dhe për vete në mëngjes. Por, gjithmonë duke qëndruar larg frigoriferit, pra qëndron në fazën e parë, qëndron në frigorifer dhe më pas në ambient. Vendosim edhe kapakut. Dhe merrem pak me tavën. Kjo ishte mënyra e parë e përgatitjes së bujurdis. Kurse mënyra e duhur është të marrë dhe pakos vaj. Është një tavë thjesht, unë e bëj individuale. Pra kjo është mënyra që nuk do dhe ka urdisje i bie. Absolutisht. Vendosim perimet njëra pas tjetrës, një tavë të lyer të spërkatur me vaj. Do të shtoj. Speca. Bollshëm. Domatet. Domatet. Po ashtu edhe erëzat. Pra, ku unë i kam të gjitha. Po. Piperi kuq, rigon, bimë aromatike. I vendosim edhe domatet, sërish qepët. Lëngjet që lëshojnë, aromat që lëshojnë, ndikojnë shumë mirë dhe bëhet një shije e përbashkët. E një trajtshme me perimet. Në fund fare. Largoj pjesën. Edhe djathin. Djathin. E vendosim më pas në një furrë të parangrohur, në këtë mënyrë mund të bëni edhe një tavë më të madhe. Po, patjetër. Nëse doni që gjithë kjo recetë të përfundojë në tavë, të ndiqni mënyrën e dytë të përgatitjes së saj. Pra, e shtypim mirë. Dhe sërish djath derisa ne shohim do të bjerë volumi. Që tava, që tava një tavë e thjesht fare, me pak produkte dhe shumë e shishme. Plot ngjyra, siç duhet të jenë në fakt vaktet. Edhe në tigan, vazhdon procesi i zjerjes dhe i lëshimit të aromave dhe të lëngjeve. Bëhet më shpejt patjetër në tigan, por ne do të testojmë deri në fund se ku merr më shumë shije kjo recetë. Ndaj edhe e sollëm me të njëjtat produkte në dy mënyra gatimi. Shohim edhe një herë së bashku listën me produktet e bujurdis apo të mezes së ngrohtë me domate, speca dhe djath. 200 gram djath të bardhë, 2 domate të pjekura mirë, një spec jeshil ose i kuq, një spec djegës, 2 lug vaj ulliri, qep, ullinj, pak rigon të thatë, piper i zi, majdanos të freskët apo koper, shtoni gjithashtu dhe paprika ose piper të kuq të ëmbël. Pastaj nëse e doni në shijen më pikante, jashtoni ato dozat e specit të djegës. Shkëputemi tani, vendosim tavën në furrë, do të vazhdojmë me mesazhin promocional që vjen nga Prostatol për të rikthyer dhe për të nisur punën me recetën e dytë.
Ja te kemi në pjesën e dytë të gatimit për të sjell një tjetër recet. Edhe kjo duket që ka pak përbërës, një recet që gatuhet shpejt dhe që besoj do ta pëlqeni dhe ju. Ka patlıcan, ka fara susami, pa ashtu një miks erzash, plot ngjyra, pak piper të kuq, piper të zi, hudhur pluhur, edhe keri që brenda ka përsëri erza të tjera, patlıcan të pjekur me niseshte, erza dhe fara susami. 2 patlıcan mesatar, 2-3 lug niseshte, 2 lug vaj ulliri, 1 lug gjelle fara susami, gjysmë lugë çaj krip, gjysmë lugë çaj piper të zi, gjysmë lugë çaj speci kuqe ëmbël, gjysmë lugë çaj hudhër pluhur, pak rigon ose trumzë të thatë, që kjo është në varësi të sasisë që ju doni ta rëndoni aromën edhe shijen e trumzës apo të rigonit, që janë në një familje, por trumza ka një aromë më karakteristike, më të fortë. Shohim tani se si do ta përgatisim. Atëherë marrim një letër pjekjeje. E bëjmë të tillë sikur dikur bënim aeroplanët. Presim. Kjo është për ta vendosur sipas madhësisë dhe formës së tavës, ja, vendosur këtu. E lëm të tillë. Kaq. Kam patlıcanët. Dhe do t'i pres në shirita. Niki, aty ke një qese. Do t'i pres në shkopinj. Një qese më duhet për të... Normalisht, nëse ne do të ushtrojmë forcë këtu, thika nuk do të shkojmë më tutje. Pra, lehtë. Do bëjmë disa shkopinj. Pra mjafton që t'i kemi prerë në të njëjtën trashësi, që të piqen njësoj. Dhe nuk kemi pse t'i lyejmë edhe t'i ngjyejmë pra në një enë jashtë. Ku na marrin dhe më tepër se ç'duhet niseshte miell apo erza, por veprojmë me një truk të thjeshtë fare. Vendosim patlıcanët në një qese të zakonshme. E mira është që fundoret t'i lëm në gatim tjetër, por nëse s'kemi plan për gatim tjetër, përse jo, i vendosim këtu. Bëjmë një mas një që të shofim. Erzat që kemi vendosur, këtu janë ndryshme. Kam kripën. Dhe 4-5 lloj erza. Dhe ditë llojet e tjera. Çfarë të lloj shije që doni ju? Këtu kam niseshte. Sikur se kam dhe farat e susamit. Në mënyrë shumë praktike dhe shumë e shpejtë, si t'i marinojmë perimet sa më shpejt. Jetë e mundur, mund të bëjmë në të formë kungulleshkat, specat, zakonisht perimet të cilat janë ujore dhe kanë në trupin e tyre 1% të saktuar ujë, bëhen më kollaj. Mund t'i bëjmë kështu, kanë tepër shije. Dhe patatet, qofse ne i presim në fezë shumë të holla me atë qërusën e patateve. Ti kaloj këto se i kam në një gatim. Shifeni tani se si tjetër. Janë marinuar. Me 2-3 lugë janë të ngjitura farat e susamit, pas patlıcanëve ka
pak një seshte dhe erza, kaq. Të gjitha këto tani do vendose në tavë, apo jo? Po. Do t'i vendosim në tavë. Shifeni? Kjo është mënyra se si lyhen të gjitha perimet që do t'i marinoni në këtë mënyrë. Do t'i vendosim një nga një në një tavë me një letë pjekje. Në tavë. Ja edhe patlıgjanët e tjerë. Shtoj. Dhe një tjetër lyerje. Ndjen fuqishëm aromat që kanë. Imagjino pa u pjekur. Kur të piqen, do të ketë akoma më shpërthim aromash. Tani vetëm vaj besoj do t'i shtojmë. Pra, këtu unë kam vajnë, majdanozin dhe bimat aromatike. Një përzierje, pra 2 marinadash. Një këtu tek patlıgjani. Do t'a lë pas pjekjes. Pas pjekjes që të marri aromë. Thjesht i spërkasim, sepse vaj nuk mund t'a shtonim, nuk do të bëhesh e mundur nga një seshtja, do ngjiteshin më keq dhe do të merrte vetëm një pjesë e patlıgjanëve sasinë e erëzave, kështu që këtu kam tepër frymarrje në qesen që vendosëm. Ti marinojmë në këtë formë. I vendosim në furrë që të piqen, të marrin një ngjyrë të artë dhe më pas do t'i vendosim brenda majdanozit në vaj. Në pas me një furçë, i lyem. Me një furçë i lyem me një furçë, po, sepse janë të holla, përja atyre është e tillë. Këto nuk na duhan. Atëherë të lutem Niki. Atëherë një përmbledhje, po, do ta servirim një recetë. Po. Ta servirim recetën e bujurdis, sa bëhemi gati që ta shikojmë së bashku të përfunduar, le të përmbledhim recetën që sapo e vendosëm në furrë për të pjekur të patlıgjanëve në mënyrë ndryshe marinimi të tyre, të pjekura me një seshte, me erza dhe me para susami. Patlıgjanët i prem në zhulien apo në shkopinj, ose në gishtrinj, 2-3 lugë një seshte, 2 lugë vaj ulliri, kemi 1 lugë gjelle fara susami, krip, piper, speci kuqe ëmbël, plur hudrash dhe rigon ose trumc të thatë. Dhe shohim tani servirjen e bujurdis, ka përfunduar receta, dihet që është një recetë shumë e thjeshtë dhe shpejt që gatuhet lehtësisht edhe në tigan edhe në furrë në 2 variante të gatimit. Kjo është bujurdia, me ngjyra dhe me shije, me ullinj, me speca, me pak qep, me djath dhe me erza. E ashtu bim aromatike. Recetën me mënyrën e përgatitjes do t'a gjeni pak më vonë edhe në kanalin ton në YouTube Reze Dielli. Shifeni sa e bukur është, mund t'a freskoni akoma më tepër me gjethe majdanozi nëse e doni të theksuar aromë, po ka mjaftueshëm erza, kështu që ndoshta do ishte e duhur edhe shija e miksit që bëm. Po. Shkëputemi tani për pak reklama, do të rikthehemi, ndoshta do jemi gati edhe për t'i serviru siç duhet edhe patlıgjan dhe të kalojmë tek receta e tretë. Ju presim. Rikthehemi tani në studio për të përgatitur një llokum. Një ëmbëlsirë të shpejtë. Është marrë, është me fistik. Unë sot do të zgjedh atë të thjeshtin fare. Çfarë na duhet? Po patjetër që na duhet sheqeri, na duhet një seshteja, më duhet vanilja ose ujë trëndafili, më të kollajtën e kemi vaniljen, më duhet një limon, lëngu një limonët, patjetër edhe ujë. Për të pasur unë
Një rendiment më duhet të vendos. Të shtoj ujë në një tigan të nxehtë dhe masën e sheqerit Që ta lëm që duhet të vloj. Shkri, po. Të bëhet shurup. Në fund do të kemi një konsistencë gjelatinoze, me niseshten, sheqerin, ujin, pastaj, siç e tha Albana, llokumet mund t'i përgatisim të mbushura brenda me fistik bajame, me shije limoni, trëndafili, arkokosi, si të duam ne. Por ne po sillim atë tradicionale në bazën, edhe pse është një recet turke, është apo jo? Turke nga shekulli 18, në mos gaboj, u krijua në Turqi. Po, kemi thënë që me formimin e perandorisë osmane, sidomos në ardhin e fuqitë të Sulejmanit të parë. Përdoreshe kjo ëmbëlsirë kështu dhe më pas nga sofra e perandorisë osmane ka zbritur në Ballkan, në lindjen e mesme, në Evropë, në tryezat tona dhe ne përdorim sigurisht për të qërasur në evente ose në sebepe të ndryshme tradicionale, sigurisht në dasma kryesisht, në pagëzime. Unë di, por ndoshta telefonuesit mund në thonë që në disa zona përdoret edhe në ceremoni martore, si shej për kuptime. E kam pardon, e kam deshur, Pasire dhe jam habitur se si kjo ëmbëlsi që kryesisht simbolizon atë ëmbëlsi në festat tradicionale të bukura si martesat apo sebepe të tjera pagëzimi apo fejesa, pa tjetër në për panajire të ndryshme etno-gastronomike, ku diun kudo tjetër, po e prodhojmë vetë, e shesim dhe si ka mundësi në fakt themi që kjo gjë ka që vogël një llokum të na bëj për vete të na japi një shije kaq të mirë. Domos kur këtij llokumit, këtij sherbetit, punë do t'i fus, do t'i vendos, opa. Një vanilje të lëngshme. Vanilje dhe vaniljen e dim që e kemi në 3 gjendje. E kemi në pluhur, e kemi në lëvoshk, në lëvore dhe në këtë masën likuide që e dishëm shumë mirë, që disa do thonë likuide, po pra është kjo e lëngshme. Dhe e lë. Por, kam edhe lëngun e një limoni, e tillë që i gjithë lëngu të ngelet. I mban të buta. Lëngu i limonit dhe përshien që jep aromën e limonit pa dyshim. E ndihmon shurupin që mos të bëhet si tutkall. Po. E njohim si Turkish Delight, me qënë se ne kemi vendosur edhe tek titrat e prezantimit të llokumeve. Në Turqi e quajnë rahat lokum. Ne i themi llokume, edhe i përgatisim edhe vetë në shtëpi, sepse mund t'i gjejmë te sofra e nusës, tek dora e mikut që na vjen në shtëpi, ose kur duam të shkojmë për një sebeb të caktuar, nderohemi me një pako llokume aq më tepër, kur i kemi përgatitur edhe vetë. Dhe me një ndryshim, kur ne vendosim mara, quhen suxhuk. Pra brenda ne vendosim mara dhe pritet, bëhet forma më drejt këndore. Ja, kam bëritur një zonjë ose zotëri në numrin ton të telefonit për të komunikuar bashkë. Përshëndetje. Përshëndetje, për me kuzhinie duhet të takojmë. Përshëndetje. Patjetër. Kemi një zotëri. Nga telefononi? Nga Tirana. Nga Tirana. Jeni duke në ndjekur. Po ju dëgjoj. Është kënaqësi kur i shikon ato që gatojnë në mënyrë të përsosur. Falenderojmë, shumë falemderit. Desha të thosha të News 24 i shikoj ato kuzhiniret edhe atë gazetarën me thonjë, tulpisht thonjë të atyre, drejt me thajnë, po është kënaqësi me ato të dyja kuzhiniret. Nuk e... Se dëgjua mirë, edhe më qartë News 24 e dëgjova. Edhe thonjë ti dëgjova, po? Është zotëria apo u largua? Është larguar, zotëria. Nuk e kuptuam në fakt, mesazhin ose çfarë donte të thoshte. Megjithatë, faleminderit që morët. Dhe në momentin që ju merrin telefon, unë e di shumë mirë që patjetër që ju pëlqem. Këtë diet, po patjetër njëri që të ndjek të pëlqen. E përshëndesim zotërin. Faleminderit edhe
Një ditë të mbar. Deri diku mendojmë që kryesisht zonjat janë ato që na ndjekin, por kemi vënë re që na telefonin dhe shumë zotëri. Audiencë të përzier. Mirë presim të tjera telefonata. Edhe meshkull si mund t'i quajmë Ambis, quhen dhe meshkull. Ambis. Megjithëse si fjalë është femërore. Është femërore prandaj. Atëherë unë këtu kam shtruar pak zyj. Pakës nuk është do heq gjysmën e kësaj mase që të shtoj një seshten. Po. Derisa të na krijohet një konsistencë gelatinoze për të formuar dhe për t'i dhënë formën e llokumeve. Ka filluar që të shkrihet tretet mirë sheqeri, marrim pak ngjyrë, kemi dhënë aromë vanilje, kemi shtrydhur edhe një limon, tani po përzijmë një seshten me pak ujë. Një seshte është ajo që do t'i japi trajtën dhe konsistencën gelatinoze. Ja, këtu. Rahat lokum Turkish Delight apo lokume? Rini rehat, shikoni rehat nga vendi ku jeni, nga kuzhina juaj, nga lokali ku pini kafen, si të doni ju. Kafen, dhe për kafe sot. Niki, kafe në moj. Si e do kafen sot? Apo ju direkt një kafe të me sheqer. Jo zeher. Të pak. Jo, sot do ta ndryshoj, nuk do t'i shtoj fare sheqer këtu, sot ta shoqërosh me llokumet kafen. Se është dhe një shoqëruese shumë e mirë e kafes, kryesisht kafes turke, po edhe ekspresit pse jo për ta ëmbëlsuar. A do të thotë që do ma bësh sade? Sade kafe, ë? Një kafe mokador, kremoze, aromatike, që shijon dhe na sjell një energji në trupin ton, për ta nisur ditën mbar edhe për ta organizuar më mirë atë. Një kafe që ruan traditën e hershme italiane të përgatitjes së kafes, duke e ndërthurur padyshim me teknologjinë moderne të ekspresëve që Mokador na vë në dispozicion, përmes këtyre kapsulave të mrekullueshme që sipas ngjyrave vjen edhe shija aroma e secilës për të respektuar dhe kënaqur shijen e çdo kujt. Mirpresim telefonatat tuaja në numrin që shihni në ekran, na tregoni nëse llokumja, kjo ëmbëlsirë gelatinoze e shpejtë dhe thjesht, është në zgjidhjet tuaja për sebepe të ndryshme, siç e tham, dasma fejesa, pagëzime, evente të ndryshme, sebepe kudo që shkoni. Një pako me llokume është të nderon. Patjetër edhe në smethliqe është, patjetër. Edhe është gjë e parë. Po mirë se të event mirë. Po, është gjë e parë. Mirpresim tjetër telefonat. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Si jeni? Shumë mirë jemi, po ju si jeni? Nga po telefononi? Nga Tirana. Ishe duke na ndjekur? Po, po unë ndjekim. E ndjek çdo ditë me sënën tuaj dhe jeni një moderator e shkëlqyer dhe Albano një biznes e shkëlqyer. Faleminderit për fjalët. Të ndalemi pak tek recetat. Kemi gatuar sot bujurdin, këtë mezën e shpejt me ngjyra të bukura, me domate, me speca, me ullim, me djath, me erza të ndryshme. Po. Patlıcanët dhe llokumet. Ndalemi pak tek llokumet, nuk e di nëse të karasis ndonjëherë ti përgatitesh në shtëpi? Jo. Apo i merr të gatshme? Jo, i marr të gatshme, po qef isha se ta shtojmë se të Albana dhe inshallah do t'i bëj. Jam thuaj kur je martuar, për shembull, ka qenë llokumja ëmbëlsira me cilën ke qyrasur miqt apo jo? Po. Ashtu të pudrosura me plur sheqeri. Dgjoj, në fejes ka qerasur, në martesë ka nësëruar. Në martesë se çka ka bërë? Ka nësëruar. Në fejes ka nxjerr tabakan, patjetër. Po. Unë do të them një histori. Unë faktikisht burrin e kam marrë me dashuri. Edhe mi ke bërë. Dhe se kam marrë të shtëpia e sotit. Dhe më kanë shtritur jashtë mase. Edhe jemi Tiranë të opëton. Ruani dhe respektoni marrëdhënien si në fillim, si ka ndryshuar marrëdhënia juaj me njerëzit e bashkëshortit? Patjetër që i respektojmë të gjitha siç kanë qenë përpara, të gjitha me lanë si
si trashëgimtar edhe fëmijëve tanë. Mrekulli. Shumë kënaqur. Urime dhe Faleminderit. për, le themi, jetëgjatësinë e marrëdhënies, respektit që ruajmë, sepse janë për të thënë ditët e sotme që marrëdhëniet e familja Tiranësit, edhe gratë tiranëse, janë shumë të qeta, japin shumë dashuri njëri tjetër. Ashtu, ë? Gratë tiranëse janë të shkëlqyer, të gjitha, me gushinën e tyre, janë të shkëlqyera. Ama do krahinë i të kene vetja. Gratë tiranëse janë të shkëlqyera, janë të shkëlqyera. Dhe do doja që Albana të na tregonte shumë gjëra nga bajtja e saj. Të përgatiste shumë shërup e gjëra. Tani është veç se që shkoa, po e bëjmë gati dhe baqen. Po bëjmë gati gjërat. Ose do pak uzmet toka. Do jetë shumë shpejt edhe një, le themi, grup gjirimesh në fakt. Me qënë se na e solle ndërmend, e kemi në plan për këto gjyrimet e votës kla që bëhen në oborin e Albanës. Dhe faktikisht, unë them, kushdo anvis që dëshiron të vi të gatuaj me ne, nëse se keni problem këtu në studio, pa tjetër në Baçe, pa tjetër. Rezi Në të është... Baçe Albanës? Faleminderit. Të falenderojmë. Të Albanës? Ndjes të më dëgjova. Nuk e dëgjuam. Edhe njerë? Po. Doja të thoja Albanës. Po? Se më duke se Albanës si ka vdekë e ema. Dhe djemë më duke se ka pasë pozitorin dhe... Po, sa të vëmëndshme që janë, shumë falemderit. Sa të vëmëndshme, falemderit shumë. Falemderit. Koroni kapitone. Të përshëndesim. Falemderit që telefonove. Mirpresim të tjera telefonata. Tani servirim edhe çfarë kemi përgatitur. Do me hiqësh të lutem patlıxhanët edhe unë të shtoj... Varianti dytë i bujurdis. Ta sjell këtu në tryez. Të largoj pak edhe unë të shtoj një skaletën time. Dhe patlıxhanët. Do t'i vendosim këtu patlıxhanët? Po, së t'i rregulloj më pasun. Ja, janë pjekur, i kemi marinuar. Derisa aty të na forcohet masa, të trashet, si thua. Pra me lëvizit të shpejta ciklike, që më pas do të pasoj Androniki. Po, që të bësh gati këto patlıxhanët këtu. Ja, janë sekruar këto. Aty gjithë të trasi? Vjen këtu me që me ref, që i ke. I trazoj unë dhe... Po të pengoj, ja të t'i largoj dhe këto unë. Po të pengoj, pasaj mund të marrësh edhe lugën. Si që shihet, një seshtja bën punën e vetë, duke krijuar këtë konsistencë, derisa të përthahen të gjitha lëngjet dhe të jemi gati në një masë gelatinoze për t'i dhënë pastaj formën. Pra ato aromën e llokumes dhe të vjen ajo shija nostalgjike, po të doam ne pastaj i pudrosim me sheqer pluhur. Sheqer pluhur dhe një seshte. Dhe një seshte bashkë të përzjera. Por, kur ftohet masa. Po. Sepse ka tendencë që të shkrijë sheqer pluhuri. Shifeni tani dhe duke e trazuar dhe duke marrë dhe një traj dhe një ngjyrë pak më të kuqeremb. Po, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhët. Mirëmëngjesi. Nga po na telefononi? Nga Kuksi, Jona. Të përshëndesim nga kuzhina jon. Çfarë ishe duke bërë, po na ndiqje, po gatuaje? Qenë ke dhe me fëmijën, sa dëgjoj? Po. Zemra vogël, që po na ndjek me mamin. Edhe me jetë. Po. Unë ka për të përdrejkë të të edhe për ndjekë që të ditë gjatimit tuaja, më të qeni shumë. Falemderit. Ju përgëzoj. Falemderit. Shumë falemderit. Të falenderojmë shumë. Puthe djalin ose gocën, kë kishe aty afër. Ta kesh me jetë. Edhe zënjën Albana e falenderoj, sepse bën gjëra shumë të shishme dhe i provojmë herë pas here. Falenderojmë shumë. Kush ka goca, botën ka, janë sherbet për baklava. 1.000.000% e vërtet. Është e vërtet. 100% është fakt. Është e vërtet, është e vërtet.
Ta kesh me jetë? Unë vetëm do kisha një sugjerim nëse më lejoni. Patjetër që po. Po. Gjithë këtij emisionit të bukur do doja që mendimi im Po. të bënim edhe ndonjë quiz, sepse do na pëlqen shumë me gatimet e Albanës ose ku diun. Me kënaqësi më të madhe, ne i vlerësojmë edhe i konsiderojmë, patjetër, i konsiderojmë shumë sugjerimet tuaja. Të falenderojmë shumë. Jeni shumë të mira, ju përqafoj, miropafshim. Edhe ne të përqafojmë, ditë mbar. Ju bëfshin mirë llokumet. Llokum për llokum. Faleminderit shumë. Jemi drejt fundit, shifni pak masa si u përtha dhe u shkëputet pra nga Tigani. Do ta lëm të ftohet, do të ngurtësohet, do t'japim atë formën e rombit 4 ore apo drejt këndesh dhe pastaj do ta pudrosim me sheqer pluhur dhe pak niseshte. Këtu brenda gjatë trazimit, si shta Albana, mund t'jetë mbushja me fistik, me bajame, me ara, sipas shijes, me shije trëndafili, limoni dhe patjetër që mund t'i shoqëroni kafet tuaja të mëngjesit. Mund të bëni për shembull një sasi të tillë siç e përgatitëm ne këtu, një pudrosje vendosur bukur në një kuti dhe një dhuratë për një festë të caktuar. Niki, unë dua për një maj nga ty. Edhe mbaj fjalën, Për? Mbaj fjalën për një maj. Po patjetër. Mbaj fjalën. E mba fjalën. Do të t'i bëj me trëndafilm atje. Kaq thjesht sa u gatua kanë këto? Shumë thjesht. Ja dhe recetën e shohim së bashku pak, meqense jemi drejt përfundimit, recetën e llokumeve. Rahat llokum Turkish Delight apo llokume me 500 gram sheqer, apo hoqa më njënën po. 500 gram sheqer, 250 ml ujë, 100 gram niseshte misri, një lugë çaj lëng limoni, një lugë çaj ujë trëndafili ose vanilje, ngjyrues nëse doni për t'i dhënë një ngjyrë të kuqe apo të verdh, ara të qëruara bajame ose fistik, dhe për pudrosje një përzierje sheqer pluhur me niseshte. Ja edhe një sekond. Patlıcanët dhe ne duhet të shkëputemi tani. Ne shkëputemi, unë do t'i vendos të tava, do t'i shëshoj. Do t'i pastaj prap, i bëjmë gati llokume dhe që rasim Mimoz Ahmetin, cilin do ta kemi pas pak të ftuar në bisedën tonë, pse jo, mund t'na japi dhe nota poetike, ku diun në arti, gjithë gatimeve tona. Ju pres pas pak. Mirë se erdhët në Reze Dielli. Ajo është herë poetike, herë filozofike, herë e heshtur dhe herë e zjarrt. Mimoza Ahmetit ka ditur gjithmonë të trazoj mendjet tona, por edhe të preket nga shpirti njerëzor. Është një personazh në fakt, sikundër e përmenda, që nuk di ta përkufizoj lehtë, është shkrimtare, poete, piktore, pedagoge, mbi të gjitha një shpirt i lirë. Sot do të njohim atë brendin, rebelimin e një zonje, mirë se erdhe njerë, më lejo ta them kështu si që kam menduar prezantimin për ty. Ska gjë. Kënaqësi që takohemi për herë të parë në Reze Dielli. Faleminderit. Për të dëgjuar mendime të vyera për jush. Faleminderit shumë për ftesën, edhe pata një rezistencë gjatë me thënë drejtën për të ardhur, po Glori, kështu quhet ai që organizon këtë? Gazetari jonë, po. Gazetari, insistoj kaq shumë, sa që më në fund i thash po. Po ne kemi muaj që duam të intervistojmë Mimozën, se të flasim për artin, por edhe për jetën në të rësi, si që është ajo një art më vete, për ngjyrat e bukura, të shpirtit tënd, si piktore, Arti është pjesë e jetës. Absolutisht. Kështu që jeta është më e madhe se sa arti. Por e bukura është kur jeta jetohet artistikisht, kur jetohet me kënaqësi, kur jetohet si të ishte një dhuratë e pacënuar. Por jetët e cënojnë njëra tjetrën, ti lexova një shprehje që më befasoi, ka shumë dhunë sepse njerëzit e pëlqejnë dhunën, sepse po mos ta pëlqenin, nuk do kishte dhunë. Po. Më sa duket është ende një element ndërtimi, dhe kjo pra ne po ndërtojmë përmes dhunës, është e dhimbshme shumë ta dëgjosh në fakt. Po, është e dhimbshme, po me që hymë në këtë temën e jetës, jeta mbetet e bukur
dhe e mrekullueshme kudo që është jetë dhe sido që të jetë dhe çfarëdo markimi që të ketë, jeta është jetë. Dhe duhet jetuar. Dhe pavarësisht se si të trajtojnë në zonën ku ti je vetë, pra je jetë, je dhe mbret. Në shpirt, atë nga froni nuk ta iq dot njeri dhe asnjë arsyetim. Dhe do t'ju lutesha gjithëve, duke ju lutur vetes në radhë parë, që mbretin shpirtëror që është vetja, dhe kushdo dhe sido, mos e hiqni nga froni, sepse ai ndërton, qoftë edhe në negacion ose në një zonë ku dhe mbreti më i keq është zilia, por edhe ky është një mbret. Dhe më kujtohet një proverb, më duket, nga zona e Kukësit, që më thanë një kuksiane, ashtë mirë me mbledh zili, unë u trondita shumë nga kjo, ajo e përkufizoj edhe më bukur. Me mbledh zili. Me mbledh, se bën mirë me të, ndërton me i fjalë me ta. Pra është një lloj reflektimi që të ndodh, si një lloj kritike që ti e merr nga të tjerët. Po, megjithatë të jesh vetë ziliqar, ka dy zili, këto e kam e dëgjuar, sepse vetë nuk kam qenë ndonjëherë kështu partneri i saj, ka dy zili, zilia e bardhë dhe zilia e zezë. Me të bardhën ndërtohesh, sepse thua, ky e pas ka bërë këtë gjë, po unë mund ta bëj akoma dhe më mirë. Veten. Pra përmirëson. Mund të bëj dhe unë diçka si kjo, më mirë se kjo, ose në mënyrën time. Kurse e zeza është që emocion negativ që të dëmton edhe organet. Zeza është që e ndjen veten të paaft për të bërë gjën e tjetrit dhe mendon ditë natë se si të anullosh, të jesh nihil i asaj që dhe zilia ka ndërtuar shumë në historinë botërore, edhe pse unë nuk jam një historiane e mirë, sepse nuk gjej libra të vërtet historie. Historia shkruhet nga fituesit gjithmonë. Kështu që, por kam arrit të kap disa elemente të shkencës, që për shembull, një nga arsyet që pse ra Vjena ose Perandoria Habsburge, ishte zilia. Dhe vjenezët ishin kaq inocent, kaq të pafajshëm, sa që duar trokisnin me kritikat që ju vinin nga lindja, vini personalitete lindore shumë interesante, sepse kishin atë që quhet, më thoj sa rebelim. Po. Dhe ata duar trokisnin, humbjen e vetes e duar trokisnin. Dhe ky mund të ishte ky ka qenë një spektakël shumë interesant që është për t'u zbuluar, sepse derivatet e kësaj edhe në ditët tona kanë efektet e veta. E drejtë. Dhe njeriu modern është ndërtuar mbi nihilizëm. Ateizmi është një nihilizëm. Monizmi është një nihilizëm. Dhe pluralizmi jo i vërtet është një nihilizëm. Sepse mund ta konstruktojmë dhe pluralizmin. E vërtet. Unë kam zgjedhur 2 vargje të shkurtra. Më falë që vajta larg, po kjo është... Her pas here do udhtojmë. Këto janë trar që ndërtojnë jetën, në për këto trar lëviz jeta. E drejt. Edhe pse një pjesë e madhe e rinis, unë me shumë dëshirë e shoh, jetojnë jashtë zonës, jashtë ndërtese, është shumë e bukur. Për shembull, një shtëpi është një shtëpi, po një zogë në dritaren tënde, është një zogë që vjen sa herë të doj, po që edhe hikën. Një mase e bukur rri në shtëpi, por preferon shumë të jetë dhe për jashta. E drejt. Edhe njeriu është i tillë, që rri në ndërtesë dhe del. Ky njeriu i sotëm, në këtë kohë moderne ose postmoderne në të cilën ne jetojmë, po flisnim pak më herët me Mimozën dhe po thoshim që njeriu i sotëm shpeshherë duhet të mendojë dhe të veprojë edhe si një adoleshent për ta rigjetur dhe ristrukturuar veten në këtë rrëmuj të madhe. Njeriu i sotëm në këtë shoqëri që sa vjen bëhet më kinetike dhe i ka premtime të një forme të pa dukshme dhe të pa kapshme. Duhet kesh një intuit të përpunuar mirë që të gjesh probabilitetin, mundësin. Duhet të kultivohesh dhe të përgatitesh për këtë mundësi. Sepse ajo mund të jetë edhe një shërbim i vogël që mund të jap një të ardhur të madhe. Mund të jetë një zonë e të jetuarit diku, ku ti mund të jesh krejt një njeri tjetër nga ky raportim ku je këtu. Pra,
në një farë mënyre në botën moderne jemi të detyruar të rindërtohemi sikur të ishim në moshën e adoleshencës. Prandaj po të them se adoleshenti do të dalë nga zona e mbrojtjes, po, dhe nga kjo pikpamje asnjëherë nuk jam ndier më e re se sa sot. Dhe është rënditse se si ky element që ti je i detyruar të rifreskohesh, të riformatohesh, të rimësosh. Për shembull, unë jam çuditur që kisha studente në master një grua e cila është goxha e pasur dhe u habita më tepër. Zgjodhi të bënte diçka për ta rifreskuar veten e saj. Jo vetëm për psikologjinë, se e kuptoj që është një shkencë moderne, po ajo po punonte edhe domethënë studionte edhe në infermieri për të marrë një zanat, sepse jetës sa nuk i dihet. Do ta ristrukturoj. Jetës nuk i dihet. Pra, në fund fare, nuk mjafton një diplomë. Mos harrojmë që në kohë lufte, figura dhe romanet po të lexosh, figura qendrore ka qenë infermierja. Ajo ishte misi, ajo ishte ëndra e atyre ushtarëve, ajo ishte, domethënë, ëngjëlli. Pra, shikojmë që duke lëvizur këto struktura, duke krijuar emergjencat e ndryshimit, jemi të detyruar dhe ne të rinovojmë veten dhe të bëhemi të rinj prej një domosdoje. Pra, është një thirrje që mos qëndrojmë në comfort zone, pjesa tjetër, që e gjen veten në këtë comfort zone dhe nuk lëviz, mjaftohet në comfort zone. Sepse vetë shoqëria jonë, që prej lindjes dhe prej dimensionit të saj social, se jemi pak, dhe po bëhemi akoma më pak, por rrudhemi, është një shoqëri shakeable, e tundshme. Tundet shumë me shkreta, tokë dhe teren. Por, dhe kështu që ne nuk kemi zonë komforti, ne kemi gjithmonë luftën për zonën e mbijetesës. Dhe kjo na ka bërë që të kuptojmë më tepër se sa ata që rinë në për zona komforti dhe thjesht i ndryshojnë ato. Ne luftojmë për mbijetesë. Si menaxhon vetë Moza atë fëmijën rebel të brendshëm? Fëmija që fle aty brenda teje dhe her pas here nxjerr kokën. Fëmija im është një fëmijë, ndoshta pak sokratik, po rebel ne na mësuan që të bëhemi, sepse rebelizmi është një formë ku tjetri mund të përdori algoritmin e vet në rebelizmin tënd për të arritur qëllimin e tij. Edhe kështu rebeluan edhe 200 petritat e parë, domethënë përqafuan një ideologji dhe pastaj vojton shumë. Ata vetë bashkë me popullin, se ne mendojmë që ata ishin në atë zonën e komfortit, po dhe ata, po të shikosh historinë, është shumë e dhimbshme. Kështu që ne jemi të tërë, të lindur dhe të ndërtuar prej vuajtjeje, dhe s'kemi pas ndonjëherë një zonë komforti, dhe kjo na ka bërë shumë spartan, por fëmija im nuk është vetëm rebel, fëmija im është fëmija që ka qef të pyesi, po mbi të gjitha ka qef ta përkëdheli shpirtin. Dhe sa më tepër që kalojnë vitet, unë dua të futem drejt zonës së përkëdheljes. Për shembull, përpara disa ditësh kisha një ide, këto këmbët e mia që kanë hecur kaq shumë, edhe që kanë çuar këtë trup bashkë me mendjen nëpër zona që mund t'i shikosh në mënyrë virtuale, po t'i shikosh fizikisht është një mrekulli tjetër. Për të shikosh Evropën fizikisht është një kënaqësi e pafund, sepse kudo ke art, është një arkitekturë, sidomos kjo e Krishtera, që edhe autorët i ka anonim, sepse ata ishin kaq shumë të përullur përpara besimit sa që nuk donin të shfaqeshin, as emrin. Dhe është një bukuri pafund që unë për shembull dua ta përdor për kapele grash, domethënë është shumë e mrekullueshme ku një besim, një ndërtim, një funksion reduktohet në faktin që është një perceptim thjesht i së bukurës, për shembull. Kjo është kulmi që ka arritur përsosmëria e një drejtimi që mund të quhet besim. Po. E lidhur me një drejtim tjetër që quhet arkitekturë. Sepse në fund fare qëllimi i njeriut nuk është as të mendoj, as të nënshtrohet një besim as, po të jetoj në një zonë të çliruar së gjithash. E vërtet. Dhe këtu e bukura e ndihmon atë. Për shembull, unë harxova një pjesë kohe për të bërë pak flokët me onde, që të duken e bukur. Unë bukurinë e kam në shpirt, po është mirë që kjo është për shembull një formë që ta përkëdhelësh veten. Qartë. Ose për shembull, ato që ti mendon dhe që je së brendshme, ndonjëherë shërben pamja jashtme për të mbuluar anën tonë të delikate, ndoshta edhe të erë të brendshme?
Pamja jashtme përmes ndikimit që ti ose pikërisht që zbukurojnë veten, vishën i bukur. Është mirë që pamja e jashtme ta transpiroj bukurinë e brendshme. Dhe të mos jetë thjesht një cover për të mbuluar hallet, por njeriu e përdor pamjen e jashtme gjithsesi. Thuhet që njeriu ka një mask etj, me cilën jam dakord. Por një mask që e vendosim kur duam dhe e heqim kur duam, për të kamufluar veten tonë, të fshehim atë. Për shembull, kam parë një herë një dokumentar të vogël mbi një grua që ajo dhe në shtrat flinte me tualet dhe burri nuk e pa asnjëherë pa maskën. Kështu që sepse jetojmë në një kohë fasadash, duhet ta pranojmë. Jo, nuk mund ta them këtë, por të rregullosh veten, të pikturosh mbi veten është dhe dashuri. Respekt për veten. Unë asnjëherë këtë kam parim, asnjëherë nuk ju ri markimeve ose përcaktimeve që japin të tjerët. Për shembull që make-upi është mask, që është kështu. Jo, është një dashuri që ti don që kjo vete të jetë e bukur, edhe për sytë e tu. Ka shumë gra për shembull të pamartuara ose të divorcuara që mbahen shumë, blejnë për veten, dhe më kujtohet përpara shumë vitesh gjej në një dyqan firmë disa gra që i mbushur mirë ato çantat, edhe unë nuk isha në gjendje që të merja sa ato, po përpiqesha të merja diçka. Dhe ju them këtyre, bravo, i them, ato burrat që keni do të gëzohen shumë kur t'ju shohin kaq të bukura me këto gjëra, se nuk dija se si t'ja shpreja dhe kënaqësinë time për atë që ato kishin marrë. Ço thua ti, më tha mua, ne të dinim gruat zgjuar ty, po pse mi për burrat i kemi ne këto? Po ne s'kemi burra fare, me tha ne të dyja. Po ne vishemi dhe mbahemi për kënaqësi të vetës. Respekt për veten. Po pse mi akoma, tha, je këtu ke burrit ti dhe unë. Por nuk ka pas faj, se dikur pikërisht të gra që mbaheshin, blinin më shumë gjëra për veten, paragjykoheshin. Edhe shumë interesante se si ato kishin arritur te vetë kënaqësia. Të kënaqem me veten time. Pra, vetja nuk është vetëm një gjë. Vetja mund të jetë 2 gjëra, 3 gjëra. Vetja është shumë njerëz. Dhe ka një mënyrë për të jetuar me gjithë këto njerëz brenda vete. Për shembull, një njeri i vetes ngrihet dhe më thotë që mozak e koqës po pikturon. Duhet të bësh disa vizatime për Jusuf Vrionin që të shoqërojnë poemën e tij. Për shembull, ja kjo është një vete. Kurse vetja tjetër më thotë, moj, po këtë trup e ke lënë mbasdore, po ti duhet ikësh një herë në ligjat e Elbasanit të mersh. Jo për gjë, po ke shkuar. Dhe vajta 2 herë. Dhe mora veten. Sepse duhet kjo vete fizike që t'jende këto vetet e tjera. Kurse një tjetër vete thotë, dëgjoj. Disa moza brenda një. Sot do ngrihesh, do ta pish atë kafen me qetësi të mëngjesit vetëm fare, shoqërohem me pak arra, dhe sidomos kur shoqërohet me një çik mjalt, kënaqesh, kthen atë filxhanin dhe ndonjëherë vjen ora që do ikësh në punë. Këtë filxhanin do ta lej kënaqësi që do ta shoh kur të vi nga puna, ta zemë. Dhe këto janë gjëra shumë të vogla. Komunikime me veten, po që japin vërtet janë dhe elemente mistike ose të prozvalura nga ateizmi dhe nga mënyra e jetesës moderne, që nuk i shikon këto. Vogëlsira sepse jeta është frenetike. Mite, quhen etjere, do me thënë, bile dikush më tha, moj moza, po unë të dija grua serioze ti beson në horoskop, në astrologji, thash, besoj pak më shumë se sa në politik, me thonë të drejtën, i thash në këto. Dhe me një shok që ishim në Francë, me që po bëjmë muhabet mëngjesi. Me qënë se na preke horoskopin, se ne kemi rubrikë horoskopi, çfarë shenje je, moza? Bricjap. Bricjap. Bricjap e lindur në 25 dhjetor. Bricjapi don t'i bëj me vullnetin e vetë gjërat dhe t'i arri ato nga dalë deri në fund. Sipas përshkrimit. Siç ja ke arritur. Po. Edhe ishte shumë interesante që ishim një herë në Francë dhe një shok më tha do të çoj në ku diun ku është ajo pjesa La Manche, më duket, në La Manche. Po, përballë anglisë më duket që është. Tash na fali se gjeografinë më jemi si të na ka punona i mësojmë dhe i harrojmë. Se po nuk udhtove dhe nuk e preke. Nuk e preke vazhdimisht. Dhe ato që shef harohen. Dhe do të çoj tha që të shofësh foka. Thash unë. Kur vemi atje, uji ishte një plomb. Dhe ishin ja 2 foka të vogla si koka macesh. Uaj, thash unë e shgënjur, po pse më këto janë fokat? Vinë të mdhaja, tha, po mbas dite, tha, kur vjen uji, vinë dhe anijet. Ore, i thash unë, qa thua ti, pse vjen uji këtu mbas dite? Ua, tha, këtu kalojnë anijet, tha, në darkë, tha,
po tash si sa është ky nivel? Po mirë ti i thash, më thua mua si beson ti tek astrologjia. Po ti shife ç'bëhet i thash me një copë hën, dhe me ujëra që janë gjigante, që ç'duken dhe vinë. Jo më njeriu i shkretë, që është nën këtë influencë. Dhe ishte vërtet e pabesueshme për mua që në atë cektin që shikoja për momentin, do kalonin në një gjigante mbas disa orësh, le themi mbas dite, ose nuk e di se kur do lëviste hëna gjithë ujërat, me baticën dhe zbaticën. Ja, kjo është ai perceptimi që ti the. Po. Për të tjerët për veten. Shiko, dikur ke thënë që arti është shpëtim. Përmes artit që Moza krijon, çfarë ke dashur të shpëtosh? Shiko, mua për shembull, nga ndonjëherë këto ngacmuesit se Kadaria ka pas një hije goxha të madhe dhe në të cilën edhe u ritëm, po është një rritje nën hije, në kuptimin e asaj që sa mund të transpirosh në letërsinë e vendeve tjera etj, dhe ai, si më thën, me vlerë ose dhe me një lloj yqmi që bravo i qoftë se e bëri, domethënë prezantoi Shqipërinë, por edhe pak vend la për alternativa tjera dhe për një debat të një lloji tjetër. Dhe me thënë të drejtën, për shembull, edhe për çështje më të rëndësishme, siç mund të jetë komunizmi ose kështu, janë piketuar dhe ndërtuar disa forma që duhet të shash, për shembull, budallallëkun e mediokritetit të realizmit socialist etj etj. Po se si nga Vangjush Mio, për shembull, ose Lazgush Poradeci, mund të arrijë njeriu të bëhet budalla dhe të bëj piktura të realizmit socialist, këtë transformim që është intrinsiku i brendshëm dhe që është me një projekcion politik nga jashtë, askur kush nuk merr në analizë që ta analizoj, ose se si ky popull mund të... Ja, në ngacmojnë vetë nga regjia. Po, nësa duhet shkuar shumë larg, nuk duhet të rrim në këtë, nuk duhet të dalim nga kjo zonë. Është një ngacmim me kast, aktiviteti i fundit i Mimozës, kështu që pak e ditë përpara ka ndodhur, do ta prekim. Pra, dalim, arti është një mënyrë, në radhë, dhe këta më thoshin, këta që bëj arti, bëj për të kuruar veten. Po pse mos bëj? Dhe në fillim më duk shumë fyse që mund të më adresoheshin me këto ngacmime. Po pasaj mendova, po pse mos bëj artun për shpirtin tim? Po çdo njeri mund të jenë të pakuptuar, le themi, nga ana e të tjerëve. Dëgjoj, puna është që ai që s'kupton është i këndshëm, po ai që kupton dhe i vjen keq, këtu jemi Kiziliazez. Po kthehemi prapë te kjo. Në fundit, pse mos bëj njeriu art për vete? Lexon për shembull që ka një Man de Bira në Francë, i kohës revolucionit francez përpara dhe pas, që ka bërë veprën më interesante franceze dhe që akoma dhe sot e kësaj dite ajo mbahet e rezervuar, nuk botohet. Vetëm shkencëtarë shkojnë dhe pickojnë nga pak me leje tek ajo. Pra, kuptojmë që një grua që qëndis fustanin e saj, një tjetër që bën një centro për tryezën, një tjetër që bën një ojë për dritaren e saj, një tjetër që bën qelimin e shtëpis, një tjetër që shkon bën mbulesat, ka dhe rregullimi modern. Çfarë bëjnë këto përveç se art për të zbukuruar jetën e tyre? Dhe në fundit, nëse nuk kemi një dashamirësi kolektive për t'i vënë këto potenciale, për shembull unë kam bërë një bashkëpunim me Zhakun në mënyrë virtuale, por nuk e çova atë këngë për 2 këngë. Se ajo prej shoqe që e ka gjerman dhe DJ, ka mësuar dhe vetë tani që të përdori muzikën dhe ka bërë shumë këngë të vetat. Po unë kisha një lloj skepticizmi rreth asaj produkti që ajo do më sillte. Dhe kënga ishte jashtëzakonisht e bukur. Kishte marrë me filtra nga zëri im, duke krijuar opsione zanore që ishte zëri im, po që nuk e kisha të asaj linje vetë të krijuar. Pra, për shembull, në televizion është një orkestër. Unë kam 2 albume muzikore. Ëndra ime do ishte që kjo orkestër të më vijë në dispozicion, që unë të bëja një koncert me këtë orkestër të radio-televizionit. Po duke se është një kërkesë e pamundur. Pra, do me thënë, teorikisht thonë po praktikisht është më e vështirë. Shiko, meqense përmend e Zhakun, jo, të them diçka, që potencialet janë të jashtëzakonshme. Njeriu lind dhe mund të vdesi me një potencial embrional që nuk e ka hapur për të tjerët, se po mos ishte kështu, nuk shkruan për gra anonime, libra ose ese ose tregime të pa imagjinueshme.
Gra, edhe shembull, libri që... Një nga tregimet më të bukura të Shnisle është për një grua anonime, e cila i humbte kështu dashnorët, sikur me pas ruaza që kputen nga qafa, ikin nga ndekti dhe në fund i shkruan një letër njëri që i dashur jam shtatzan, thot, po shumë i dhimbshëm tregimi, jam shtatzan, i vën dhe emrin, ja çon për në Venecia dhe adresën, si ishte e sigurt që as adresa ishte e tia dhe as emri vetë ishte i tia. Baba i fëmijës. Pra, njeriu e bën. Atë që do, njeriu e bën. Atë që është njeriu e ka. Puna është sa transferon në komunikim që kjo të vibroj shpirtin pozitiv këtë gjithë. Bukur fort. Se më përmend Zhakun, por ajo është një mikja juaj që është shumë ndryshe në stil, por shumë e afërt në shpirt. Është një misi shumë e distancuar. Për mënyrën se si ajo e përthith realitetin, por me materialin e saj unë mund të punoj. Këtë mund të them. Ka thënë Zhaku për Mimoza Ahmeti, si një mendimtare e lirë, si një shpirt i pavarur, ndoshta kjo e ka bërë bashkë me Mimozën. Do doja ta dëgjonim së bashku mesazhin që ka për ty. Dashur Moza, ti e di shumë mirë sa shumë të kam adhuruar gjithmonë, se si qysh në adoleshencën time të hershme kam nisur të njihem me veprën tënde, të njihem me figurën tënde, personalitetin tënd nga larg. Si fillim duke të adhuruar për stilin tënd, për të qenit aq avantgard, për të qenit aq frymëzuese, ti je një ndër njerëzit e parë që e çliroi shoqërinë shqiptare, si më thënë, nga një lloj kompleksi, nga një lloj ndrydhje. Ti je artiste shumë dimensionale, njeri i arzakonshëm, një enciklopedi. Dhe edhe talentet e tua janë të panumërta, në çdo gjë që bën ti shkëlqen. Jam shumë mirënjohëse dhe e lumtur që njihemi, që ke qenë ti një ndër frymëzimet e mia më të mëdha, që vazhdon të jesh një idhull për mua, edhe tani mbasi jemi njohur, pra vlerësimi për ty vetëm shtohet dhe mirënjohja që ti ekziston vetëm shtohet. Të uroj që të kesh gjithmonë më shumë suksese, ti ke arritur shumë suksese në jetën tënde, edhe si autore, si shkrimtare, si poete, si autore këngësh, si piktore e arzakonshme, edhe si profesore. Pra, falenderoj Zotin që të kemi dhe të uroj shumë suksese në jetën tënde, në krijimtarinë tënde, të dua shumë. Dhe me zi presje të vazhdojmë planet tona për albumin. Keni dhe një plan të afërt. Më preku shumë me gjithë të fjalë kaq të mira, po mbi të gjitha më preku me formën krejt natyrale dhe çlirë që ka dalë dhe guxon të dalin në televizor pa make-up, pa gjë fare, ashtu siç është. Kjo është një vlerë. Detajiste. Kurse unë, domethënë, ky është një ndryshim që ndoshta edhe më mban në atë pika A dhe pika B e segmentit që rrim, që është një linjë midis, që linja bashkon po dhe ndan. Mos e harrojmë këtë, se në algebër dhe në trigonometri, sidomos trigonometrinë e kam pas pasion. Është një mrekulli, një algebra gjeometrike në hapësirë, gjeometria e hapësirës, me sa mbaj mend, kemi pasur një profesor fantastik, Bashkim Elbasanin, kur bashkohen, kur duhet bashkohen gjërat, ndodh mrekullia. Dhe Moza Ahmeti nuk është Moza Ahmeti. Moza Ahmeti është një bashkim gjërash. Babai ishte nga Veriu, me një dialekt shumë të fortë në të folur, mamaja korçare, gjyshja tepër e kultivuar, pra u bashkon një seri gjërash, që del një gjë, që del një gjë. Se nuk dua që të më mbasi, sepse kemi edhe një tjetër mesazh. Do thoja edhe këtë, që për të bërë një album, për shembull, për ne të dyja duhen suporte. Nuk e di ku të trokas, se ne të dyja jemi si ekstreme në artë dhe normalisht... Njëra është më rebele. Për shembull, nuk e di ku vajta në një bankë, më duket, Raiffeisen e kështu me këtë Gent Lakon. Dhe Genti i shkreti mori një raki. Dhe më tha ajo, shiko, tha, ne kujdesemi shumë për profilin, tha, i piu raki. Tani, qa mund të bëja unë më basë saj? Kështu që artisti do pranuar ashtu siç është dhe ndihmuar ashtu siç është, sepse kjo është e bukura. Dhe arti bëhet për të transferuar në një zonë dhe për të ndërtuar një zonë. Sa bukur e ka shprehur, po ta ndjekësh një prej mikeshave tuaja, e cila të pret pas emisionit për të konsumuar atë kafen.
në të gjithë dimensionet që ti Po e çfarë kemi përshkrove, mbledhur këtu? është poetja Rita Petro, të dyja në fakt grame me fjalë të forta, por që edhe me një butësi që ndoshta rrallë arrini që ta shprehni. Je interesuar se çfarë ka thënë Rita për ty? Po Si e përshkruar mimozën Rita Petro? Po, E ndjekim. Mimoza Ahmeti është 24 karat artiste në gjithçka që bën dhe në gjithçka që ka në imazhin e saj. Në sytë e mëdhenj e të thellë, në flokët e shtruar, në gjatësinë e saj, elegancën e saj, në ato që shkruan, që gjithmonë na le pa frym, në ato që thot, që na befason për herë, në zërin e saj, që duket si i qetë, por është melodioz dhe tepër impret në melodit që këndon. Moza është e gjitha një artiste e lindur. Si lexuese, e kam adhuruar Mozën me librat e saj Boj i bukur dhe Delirium, me të cilin solli dhe një gjendje deliri në poezinë shqipe, si në fjalor, ashtu dhe në ndjeshmëri. Si botuese, kemi bashkëpunuar me librat Dormanci, si dhe me librin Tregimet e civilizimit, i cili të le në një gjendje pezu, një lloj si thot dhe ajo, si kur ti jesh ulur në ajër, po mediton, por je pakarik. Moza është e paimitueshme. Nuk ka të dy si Mimoza Ahmeti. Ajo, kur do shumë, sakrifikon shumë. Moza nuk ka asnjë prapasken, ndaj në misi është shumë e pastë. Me Mozën kënaqem shumë dhe mezi i pres takimet ku na shijojnë të dyjave, krudo, vera e barë, ndonjëherë dhe një tymosje, dhe që bëjmë të gjitha llojet e bisedave, që nga ato politiket, filozofiket, artistiket dhe bisedat më të thjeshta. Moza, të dua shumë dhe mezi pres takimin e radhës ta kemi së bashku. Faleminderit shumë, u emocionova, se nuk prisja gjithë të bujari, se unë jam mësuar me këto pickimet, po ja që pas ka dhe dashuri, miqe dhe njerëzish që kanë forcë dhe dignitet për të qenë vetja, dhe Rita është një nga këto gra, e cila ka dhe një artikulim shumë të qartë. Për shembull, unë kam shumë qejf atë ambiguitetin, por Rita godet në shenjë. Dhe e ka shumë të qartë dhe e ka forcë këtë për të ndryshuar dhe ka ndryshuar shumë në kuptim mbi gjërat, mbi moralin, mbi femrën. Tabut. Pra, është përveç se artiste është e fuqishme, është dhe një feministe shumë e fuqishme, që nuk e dia është koshjente se sa feminizm ka në kuptimin më të mirë të fjalës në veprën e saj. Këtu kam 2 libra të Shtëpisë Botuese Albas, që ajo drejton, është Dormanci, libri i fundit, dhe Tregimet e civilizimit. Tregimet e civilizimit i kam shkruar në kushte hakerimi, dhe hakeri është, si më thënë, personazh në shumë nga këto tregime. Dhe mund të them që vazhdoj të hakerohem, por e konsideroj që tjetri ka të drejtë që të ketë kuriozitet për mua. Dhe jam shumë e dashur me të. Për shembull, më ndryshon emrat në këtë, shikojnë televizor që unë aksesoj me një adres emaili tjetër ato që shoh, që si kam bërë vetë gjërat, pra ai është prezent kudo në dhomën time. Bile në ditë më duket sikur e kam dhe këtu afër që është duke më përqaftuar. Dhe çfarë mendon ndoshta? Pra është pjesë e jetesës dhe ka ndërtuar shumë nëpërmjet pengesave. Ka ndërtuar shumë, por jemi pra siç e tham dhe në bisedën private. Falenderoj dhe një herë Zhakun, falenderoj sidomos edhe Ritën për gjithë këtë ekspoze dhe gjithë këtë dashuri që më dhurojnë publikisht, që më veten çik në siklet. Ja u shpërbleshim në raste të tilla, se kjo puna u bësi doni më për Belulin, por
Jam shumë e kënaqur me mënyrën se si ajo i kompozoi dhe i botoi këto libra, shpia botuse. Bashkë me skica që duke shumë interesante. Po, kam vizatime në të dy këto libra, nuk i solla këtu, se pastaj do ekspozoja gjithë shka dhe do i qeja kureshtjen, por mund të them që libri Tregimit e civilizimit është një prozë jashtëzakonisht moderne dhe e kuptueshme, asimilueshme lehtë, dhe përmbledh gjithë stimuj dhe subjekte të cilat mund të përthithen lehtë dhe nga lexuesi, mund të përthithen. Është një libër me subjekte dhe transnacionale në një farë mënyre, sepse kam udhëtuar shumë, jam shkolluar jashtë dhe ky për shembull është Arthur Rimbaud, sipas meje, sipas artit tim. Kjo është një kurtizane e belle epokës, më e bukura, por me një shpirt shumë fëminor dhe kjo, mos harrojmë që kurtizanet emancipuan. Ky është pallati i Vienës i një francezi që shpëtoi Vienën nga pushtimi turk dhe që në Francë konsiderohej si i çmendur. Aty ku mbaron poezia, aty lind edhe piktura? Jo, këto janë miksime jo ilustrative. Këto janë miksime. Për shembull, këtu kam Goldschmiden e Vienës, kurse aty pak më para kisha Savoie, quhet mbi emritis, më kujtohet e emri, princi që shpëtoi Vienën nga rrethimi turk. Qartë. Do bëjmë një shkëputje, më thonë, për reklamat e radhës, dhe ne i hedhim një sy sërish edhe librit tjetër, të ri. Dhe, po, do të bëjmë shkëputjen tani apo më pas? Një shkëputje të shkurtër për të rikthyer dhe ndoshta për të shkuar, sepse më nafton edhe Albana me callokume të shishme për mimozën tonë. Publicitet. Jemi rikthyer tani për të prekur pak nga poezitë e mimozës, e cila preferoi të lexojë diçka për publikun tonë. Do lexoj një poezi për zemrën time. Titulli është Grabitja e madhe. E kam të rrëmbyer zemrën, nuk më kthehet. Nga një primitiv që nuk di ku bën hajër e ku dehet. Në kohën dhe vendin që u deshëm, ndodhi grabitja e madhe. Kanë kaluar vite, ai nuk është më ai njeri, po asun ajo që isha. Po zemra, a është e ti? është e njeriut që qe dhe e asnjërit nga ne, zemra ime rridiku në një hapësirë atje. Ku rri kjo hapësirë? A është aty më mirë? Çfarë jete po bën zemra në atë heremitazh? Heremitazh është ku mblidhen pikturat që si shef njeri. Cili ëngjëll e zgjodhi ta mbaj kyçur në për aura. Cili nuazh? Sa bukur. Nuazh në Shqip mund t'jetë edhe për nyjet, cila nyje që e lidhi. Lidhi edhe mbajtja ty të fshehur në frëngjisht është reja. Në atë re është zemra dhe e asnjërit nga ne. Zemra nuk është e jona. Është e njeriut që qe. Që qe. Po flas për poezinë. Po, atë brenda se jam me thënë. Se dhe ai është ndryshe tani dhe unë jam ndryshe. Shumë e bukur, një reflektim. Zemrën tonë do në rëmbej tani Albana me receta dhe gatimet që ka përgatitur, kështu që të ftoj të vem të hama e lokume, si për mbyllje, si thua. Nuk e di për lokume, po do ham diçka. Do ham diçka aty. Faleminderit Çikuza. Shumë faleminderit. Shkojmë së bashku ja me mua. Bashkë me Mimoza Ahmetin, me një bisedë ndryshe sot. Sa të bukra. Të pëlqen estetika, ndaj u kujdesëm shumë që edhe recetat si që ishin të kujdeseshim për ty. Moza, le të jetë si të jetë, puna me këngë ikën më shpejt. Je dakord? Po, të janë vargjet mijat. Libri pa i Moza Ahmetit dhe unë kam qenë diku te 18 vjeç që dashurohesha me këto vargje, sepse më duket sikur i përjetoja ato vargje. E si thotë Mimoza, dashuria thot nuk është thjesht një emër, është një hapësirë ku njerëzit u mbasin vetveten për ta rigjetur vërtet atë.
Nuk ka për kufizime, për këtë, për dashurin, vetëm për dashurin s'ka për kufizim. E drejt, e Është drejt. në format të ndryshme dashuria, prandaj nuk ka. Ti humbet një maqok dhe qanë me OI, atëherë çfarë është dashuria? Është shumë e çuditshme. Ne qajmë për maqokun dhe nuk qajmë për vetvete. E po ja, hajde gjeje. Tani, ajo çka ne mund të gjejmë për vërtet është se në cilat shije jemi sot me mozën. Tham që kur na vinë miq në shtëpi do t'i qerasim me llokume, por që i kemi përgatitur vetë këtu. Po mirë, tani që ne do ham, na shohin? Po si s'na shohin, më plot na shohin, ne nuk duhet të kemi fare kompleksa, e tham këtë gjë. Do t'jemi vetvetja. Na vjen Po jo, më asgjë, çfarë do të në dorë. Po si, me ëmbëlsirë fillon me ti? Me ëmbëlsirë. Me ëmbëlsirë. E fillon dhe e mbaroj me ëmbëlsirë ne. Fillon ne kemi rënë mëngjes. Po, ose filloj dot me një ëmbëlsirë. Do të hajë diçka. Lumë shënduar. Po kjo është përgesë me djathtë, ç'është kjo? Po. Ajo është bujurdi quhet. Është bujurdia. Speca bujurdi. E çka ka brenda kjo bujurdia? Është kjo këtu. Po. Kjo është tigan, versioni tigan dhe po mund të kemi në pjatë vogël ku të hedh diçka për ta ngrënë se nga gjithë ajo s'ka. Është gjithë ajo, ja mund ta testosh, degustosh si të duash. Ne vetëm do të përshëndesim shikuesit dhe do t'i falenderojmë që na kanë ndjekur në këtë hapësirë si me gatimet ashtu dhe me mimozë. Kështu që është bukur. Edhe ne po ja heqim këtë kompleks që Moza tha që do ham çik privatisht. Ju falenderoj, ja testoj pak që t'i themi edhe publikut se si ka gatuar Albana. Unë nisa me të ëmblën se mezi po prisja me erdhi ajo aroma e vaniljes, si ke qartë. Duhet të ftohem pak se janë të ngrohta. Ja mirë se gjeta. Të bëf mirë. Ja, vise mirë, gatuan, apo të merr shumë kohë puna edhe... Jo, edhe bëj pazare, edhe gatuar. Cila është receta që ti e qan, që është receta e mozës edhe miqtë tu kënaqen, familjarët? Te tradita jetë modernja, duke qenë se ke udhëtuar, ke eksploruar shumë. Unë nuk kam një recetë, po për shembull më ka shkuar mendja për pastërma me lakër. Super, na çoj në dimër tani. Mirupafshim. Mozën vallë ku ta gjej, ajo vjen vese një herë apo ka prap? Unë të presim kuzhinë. Me vargje të mimozës. Ju përshëndesim, jemi nesër. Faleminderit.